Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ecma'in. Falenderojmë Allahun krijuesin e gjithësisë për gjithçka dhe veçanërisht që na nderoi me nderimin më të madh, na udhëzoi në Islam, paqja dhe bekimi të madhit Zot. Qofmi krejt profetët Muhammedin alayhis salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndoqën dhe ndjekin udhën e tij të bekuar deri në ditën e fundit të kësaj bote. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me librin, me temën Sunnatullah, tradita e Allahut, pra sjellja e Allahut në lidhje me bindjen dhe mosbindjen e njerëzimit, ose ndryshe lidhja shkak pasojë. Tham rrallën e kaluame nga nën tema që ka të bëjë me ndeshjen dhe përplasjen e vazhdueshme në këtë botë, të vërtetës me të pavërtetën, vlerën me antivlerën, e drejta me të padrejtën, dhe kështu me radhë, për ato dy të kundërta, një nga ligjet e Allahut ose sjelljet e Allahut me këtë përplasje, me këtë luftë përhershme, është që fitoria është e premtuar për krahun e besimtarëve. Tham radhën e kaluame, ajet e Kurani dhe i përsërisim prapë. Kjo është e sigurt. Po pikërisht ky premtim i Allahut, shumë njerëz për dy shkaqe, ose nga besimi i dobët, ose nga paditunia, i bën që herë të pyesin, sidomos në kohën tonë që jetojmë, ku shikohet që muslimanët janë në gjendje, domethënë që s'kan qenë kur kaq shumë në numër dhe kaq gjatë në kohë, të mposhtur dhe domethënë diku më shumë, diku më pak nga të pafet. Nuk ka zgjat ndonjëherë kaq shumë dhe të jetë domethënë pushteti i pafeve kaq i shtrirë, domethënë saqë është në kohët e fundit, në ummetin e fundit, pra ummetin e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Dhe bëhet pyetja, Allahu ka premtuar fitoren besimtarëve, si ka mundësi që ne të jemi të mposhtur, në përgjithësi flas. Gjë e parë që duhet me sqaru për këtë pikë, ne nuk kemi, pra si besimtar nuk kemi, pra nuk duhet të kemi fijen e dyshimit ke premtimi i Allahut, që fitore dhe ngallënimi në fund do të jetë i besimtarëve, pa fijen e dyshimit. Këtu ka disa rregulla të Zotit, ose që kanë të bëjnë me vullnetin e Zotit, që ndërhyn ose shkrim paralelisht me këtë premtim, pra me fitoren përfundimtare të besimtarëve, ngallënimin e tyre. E para punës, Allahu shpesh bën që e vonon fitoren e muslimanëve. E vonon. Vetë ai me dashin e vet e vonon për çfarë qëllimi? Që fitoria të jetë edhe më e madhe se që presin besimtarët, se që dëshirojnë besimtarët, të jetë më e plot, të jetë edhe më e plot, të jetë dhe më e përhershme dhe të ketë ndikim edhe ndikimi për mirë, të jetë më jetë gjatë. Për këtë arsye, në historinë për çovin në historinë e njerëzimit, Allahu para se t'i japi fitoren krahut besimtarëve, profetëve dhe besimtarëve, çon vështirësi. Nuk ja jep me të parën, me përpjekjen e parë, ose mjaftoi që janë besimtarë dhe t'i japi fitoren. Edhe kjo hyn ke sunnetullah, domthonë tradita e Allahut në marrëdhënie me njerëzit, në këtë rast me besimtarët. Po shohim jetën e profetit alayhis salatu wassalam, për fat sapo e kaluam. Nuk nolli fitoria e ngallënimit i besimtarëve mbrenda një dite dhe një natë, as mbrenda një viti. Me të shpall profet pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe çfarë personi të kapte, të ftonte në fe të Zotit dhe të pranonte Islamin dhe kështu me radhë të çlironte Mekka qytetin e parë. Pra të çlironte Mekka nga idhujtaria dhe idhujtarët. Profeti alayhis salatu wassalam, siç e dini, 13 vjet shpallje në Mekë, vujti, ai bashkë me ato pak besimtarë që ishin, 3 vjet e para forësisht e përhapi Islamin, fshehura si 3 vjet me dhunë,
dhe keq trajtim, 3 vjet afërsisht u izoluan, ai sa për mbi ates hangën edhe gjethe, u shqyn edhe me gjethe. Pastaj emigruan, pas 13 vitesh, domethënë emigrimi i dytë, domethënë që i përfshin gjithë siç e dini historinë. Me një fjalë, edhe aty u sulmuan, edhe në Mekë u sulmuan, nga idhujtarët, erdhën nga Medina, nuk i lanë qetë aty. 2 vjet para se të ndroi jetë profeti alayhis salatu selam, dhe kur themi të ndroi jetë, marroi edhe shpallja hynore. U çliru Mekka. 2 vjet para, në fund të jetës vet. Erdhi fitoria nga dhënimi i besimtarëve. Domethënë, politikisht, ushtarakisht gjitha, si dush mirë, si pushtet. Allah thot në Kur'an, idha jaa nasrullahi wal fath, kujto kur pra erdhi fitoria Allahu dhe shtërimi, pra shtërimi i Mekës. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dhe i pe njerëzit të hynë në fenë Allahut turma, jo një nga një si hynin në fillim, pa turma, pra gjën mas. I ke ishte fitore më e madhe. Nëse fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dhe shenjtëroje, te i lartoje Allahun për lavdi ti dhe kërkoj falje atij, ai vërtet është shumë falës. Pra kjo sure e shkurtër tregon për fitoren e madhe, për shtërimin dhe ngallënjimin e madh, ngallënjimin të vërtetës. Dhe tham, në koncept është nga fillimi i njerëzimit derisa të jetë në këtë botë, e vërteta me të pavërtetën, e drejta me të padrejtën, janë luftë vazhdueshme. Domethënë janë njerëzit që janë mbartës të vërtetës kundër atyre që janë mbartës të pavërtetës dhe të padrejtës. Pra Allahu tham, kjo mësimi i parë, kjo pikë, besimtari do të ketë as i fije dyshimit, ke premtimi Allahut që në fund fitoria do të jetë besimtarëve. Por Allahu gjatë kësaj kohe çon vështirësi. Pra me qëllim, s'ka si gjë kot. Ai që thotë kjo apo ajo gjë, sa do e vogël të jetë, është kot as qudi dal feja. Jo aq më tepër për ngjarje të mëdha dhe për ndryshimin e gjendjes shoqërore të njerëzisë. Allahu pra për me qëllim që fitoria të jetë më efikase, më e madhe, më gjithëpërfshirëse dhe më jetë gjatë, çon vështirësi pra para fitores. Nëse shpesh ndodh që në pragun e fitores arrin kulmin vështirësia. Ndodh shpesh. Po të studiojmë historitë e profetëve, historitë e përplasjes besimit me mosbesimin. Tjetër gjë, i paraprin fitores besimtarëve vujtje dhe cënime, dëme nga jo besimtarët. Fitoria e Allahut besimtarëve, sipas ligjit të Zotit, pra sjelljes së Zotit me njerëzit, zakonisht, vjen mas vujtjeve dhe sulmeve që ndodh prej të pafeve. Ka raste që ndodh shpejt po këta nuk e fut në ligj gjithëpërfshirë, sepse janë raste të rralla ose kanë të bëjnë me individ, jo në tërësi, jo për ndryshime të mëdha të njerëzisë. Pra, këto ngjarje, pra kjo sjellje e Allahut, që të ketë dëmtime dhe sulme dhe armiqësi nga të pafet kundër besimtarëve, i bën shumë njerëz që të vënë dyshim premtimin e Zotit, i bën shpesh të kundën, Kjo jetë e Kur'anit. Dhe bëjnë pyetjen, siç thot Zoti në Kur'an, me ta nasrullah, kur është fitoria e Allahut, kur do vi? Elajna nasrullahi qarib. A nuk është fitoria e Allahut pranë? Derisa dhe profetët të çuditën. Kjo e ke në Kur'an.
Hata yakula rasulu walladhina amanu mata nasrullah, derisa ton profeti i atit populli që ka vujt, që o sulmu, o ndërshku, o përbuzën, o përkam, profeti dhe ato të cilët besuan bashkë me të thonë kur do vi fitoria e Allahut. Përgjigja e Allahut, ala nasrullah qariba, nuk është fitoria e Allahut pranë. Domthonë kur arrit profeti dhe besimtarët thonë, bën një pyetje të tillë, domethënë ka arrit kulmin poshtërimi dhe armiqësia dhe dhuna. Ka arrit kulmin. Përgjigja e Allahut është po ajo. Pra ajo që merret konsiderat, që është përfundimi, nuk është çan ndodh rrugës. Domthonë këtu ta kenë qartë besimtarët. Rrugës ka edhe goditje, ka edhe lloj-lloj, çfarë s'ka lloj armiqësi, është sikur po i shikojmë. I shikojmë kur lexojmë Kur'anin, ai që lexon Kur'an, kur lexoj historinë e profetëve, historinë e pejgamberit alayhis salatu sallam, dhe kur lexoj lajmet të vërteta, domthonë për të që ndonë sot e kësaj dite. Morëm një ajet Kurani, shikojmë largpamësinë e Allahut, urtësinë e Allahut, pse i çon këto pra. Shpjegon ajeti Kuranit. Fitoria e parë e muslimanëve ishte fitoria e Bedrit. Ishin numër 1/3 dhe në përgatitje dhe në normativ ishin 1/3 të pafeve. Do vija dhe jo si shtjellim e ngjarje. Lidhet me këtë temë. Në betejën e dytë në Islam të Uhudit, kur u rikthyn Qurayshët në Medinë për të hakmarr, filloi betejë me fitoren e besimtarëve, pastaj nuk zbatuni urdhër besimtarë, siç e dini nga historia, u kthyn favor të pafeve. Dhe nuk ngeli person në fushë betejë nga musliman, nga besimtarët, o i vramo i plagos deri edhe ke pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I urdhën nuk zbatuan profet. Çfarë thotë Muhamedi Zot? Yamsaska qarhun faqad masal qaum qarhun mithla. Nëse ju prekën ju plag, dijeni që edhe popullin armik e kanë prek plag. Kjo është për ngushëllim një, e dyta mësim që kur ato domthonë kanë qëndrueshmërinë, atë padrejtësinë e vet, atë dhunën e vet, mohimin e vet, zullumin e vet. Tregohen qëndrueshëm edhe pse janë plagos, aq më tepër që jeni besimtarë do të jeni të qëndrueshëm. Ju kanë prek ju plag, po ato i kanë prek plag, edhe ato po vazhdojnë. Wa tilka al-ayyam nudawiluha bayna an-nas. Dhe të tilla ditë ose orë, ose çaste i dorovisim mes njerëzve. Çfarë do të thonë fjala i dorovisim? I rrotullojmë mes njerëzve. Pra i herë fitore ke musliman, i herë ke jo musliman. I herë ke besimtar, i herë ke jo besimtarët. Allah po ta thotë vetë në Kur'an, që nuk ka për herë fitoria juaj, nuk do jeni rahat. Wali'alamu Allahu alladhina amanu yattakhidha minhum shuhada, dhe që të dihet, të njihen, të dihen ato të cilët vërtet kanë besuar. Kur merren vesh në sprovë. Në sprova merren vesh. Dhe kjo sprova nuk ka thjesht se merren vesh, po gjithë secili një vetë në vetë. Nëse u ka lëkund, nuk rraf më gjoksin që jam unë, ose jam shumë besimtar i fortë. Prit se pas kam probleme. Dhe kur merret njeriu me veten, del më i fortë mbrapa. Kur e njeh veten, din ç'a problemi ka, dhe kur din ç'a problemi ka, e ka më të lehtë ta kuroj veten. Me nim Zotin gjithmonë. Pra, që ta di Allah, pse i çon këto, e dorovit e rrotullon fitoren nga dhënimin poshtë, njerë ke njëna palë, njerë ke pala tjetër. Para se të vi për fitore përfundimtare. Që ta di e para, të njihen ato që kanë besu. O jetë ta khidha minhum shuhada, dhe të marri për tyre dëshmor. Bin shahid. Dhe kur bin dëshmor, me i popull, me i familje, me i fis, me i vend, kanë dobi shumë vetë të tjerë, në këtë botë dhe në botën tjetër. Aq më tepër në botën tjetër. Duket humje, është humje përkohshme. Mos, dobit janë shumë më të mëdha se sa ajo që duket, që dhem për momentin. Tjetër, pse i dorovit, i herë ke njëna palë ke tjetra, fitoren edhe dështimin, edhe disfatën. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Edhe pse në omin këto dijeni që Allahu nuk i do
zullumqarët, pa drejtët, mizorët, nuk i to. Edhe pse ka momente që shef fitore këto, ngallënjim këto. Uali prap vazhdon, pra mos u huto, vazhdon mësimi i Allahut, që tregon urtësinë pse i dorovit, pse ja u çoka i herë disfatat, humjet, ju muslimanëve, ju besimtarëve. Wali umahhis Allahu alladhina amanu, dhe që ti pastroj, ti purifikoj Allahu ato që beson, ti boj edhe më të pastër se çishin, edhe më të fortë se çishin. Për shembull, morin dietarët si punën e sprovës me besimtarin. Morin karbonin edhe diamantin. Të dy karbon janë. Diamanti që të bëhet diamant do të kalojë në temperatura dhe presione ekstreme. Domthon, që të kalojë diamant, do të kalojë temperatura dhe presione ekstreme dhe bëhet i pastër, bëhet diamant. Kurse qymyri jo. Me i kokër diamant mund të blesh tonelata, qindra ton qymyr. Edhe besimtari për ke Allahu, besimtari është si diamanti, nuk është si qymyri. Ja çon i presion, i nxehtësi. Plaga ka nxehtësi, humja të afërmit në betejë ka nxehtësinë e vet, ka trysninë e vet, ka sikletin e vet, vujtje tjera që ka e lufta me humje, varfëria. Gjitha këto e kalisin, e pastrojnë, li umehhas Allah, ta pastroj Allahu, ti pastroj ato që beson, pa që dalin edhe më të mirë ke Allahu, edhe më të pastër ke Allahu. Wa yamhaq al-kafirin, dhe ti fshi qafirat, ti shfaros ti, të japi ti sfat atyne. A tregon këtë ajet Kurani tregon. Mo nëse ti je shef, sipërfaqësisht ngjarjen, nuk tregon çdo gjë që del sipërfaqe për fundin, për përfundimin si do jetë. Përfundimi si do jetë, ta tregon Allahu. Nëse ti hutohesh rrugës, lëkundesh, bën pyetje që s'do të më i bë, po dalin. E thot ajeti i Kuranit, kanë dalë nga profet, nga besimtar që po i quajti Allahu besimtarin vërtet besimtar. Kanë dalë momente të kritike, momente që ju ka mbledh gjithë bota kundër, që ka pa që s'ka mos zgjidhje. Allahu kujton, Allahu nuk i do zullumqarët. Ajete të tjera, Allahu është me besimtarët. Është hak, është e drejtë që ne kemi marrë përsipër, pra që Allahu do japi nga një besimtarëve. Ka marrë përsipër, thot, mbaroj. Funi është ky, pavarësisht se çfarë ndodhin rrugës. Edhe nëse hutohesh rrugës, mësoje, studioje Kur'anin, që Allahu ka qëllimet e veta, ka rrëzimet, vujtjet apo dëmtimet që ndodhin rrugës, apo dispatat, qoftë dispat në fushë betejë. Pra i ngushëllon me këto, i mëson, i kujton që i prek edhe në sedër, i thotë që kur ajo që thamë që armiku në atë kotësinë e vet, në padrejtësinë e vet, mohimin e vet, paftyrsinë e vet, atë mosmirënjohjen e vet ndaj Zotit, tregohet i qëndrueshëm në luftë kundër mbartësve të vërtetës, mbartësve të udhës së Zotit, dritës Allahut dhe drejtësisë. Ju do të jeni edhe më të guximshëm, më të qëndrueshëm se sa ato. Edhe pse ato kanë mësu plag, prap po vazhdojnë. Po ju, këtë do t'i thosh çdo besimtar vazhdimisht vetes vet. Pra, kjo dorovitje fitores, kalimit fitores nga një ana palë ke pala tjetër, është sunnetullah, është traditë, sjellja e Allahut që do vazhdoj. Që do i vi fitore besimtarëve në fund fare, edhe kjo është e formës preme, maroj. Po kjo, si traditë e Allahut, nuk është se do të jetë për herë kështu, për herë që të ka lidhen besimtarët dhe do sa do vujnë, do mësojnë goditje, sa shpejt më ashtu krejt. Një dietar e thot bukur, shikoni historinë e njerëzimit. Gjatë historisë e njerëzimit, pavarësisht si e paraqesin tjerët, ne po flasim si musliman, po shpjegojmë si me feje këtu. Me këndvështrimin e besimtarit dhe i masim gjonat me peshorën e Allahut dhe të pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe ashtu do t'i vlerësim dhe t'i masim. Qofsh historinë e njerëzimit, shikon që pushtetin, vlasin për pushtetin, ngallënjimin me pushtet. Shikojmë që i herë kanë pas besimtarët, i herë
pa fet. I herë besimtar, kështu ka kalu, edhe korçi Allahut ke kjo. Nëse njerëzit do bindeshin simas shtellimit historisë, asaj që ndodh, ose faktit, realitetit, që pushtetin do e paskën gjithmonë vetëm besimtarët. Ato do të jenë pushtet gjithmonë. Ato do komandojnë vazhdimisht. Kjo do t'i hapë rrugë të hipokrizisë, sepse ai që nuk beson dhe nuk e don vërtetën, mos i bindet që në pushtet do të jenë vetëm besimtarët, thotë përhiqem si besimtarë ta kaloj këtë botë mirë. Edhe ka ndodhur. Edhe ka ndodhur kur pushtetin e kanë pas besimtarët. Si e kuron Allahu hipokrizinë, dhe se nuk o thjesht ke hipokrizia ke i një person, po fillo kalbe dhe shoqëria e besimtarëve kur në mesin e tyre ka hipokrit. Fillo degradon edhe kalbëzohet dal nga dal. Domethënë aq më tepër që kur një shoqëri në organizimin e pushtetit asaj qeverie edhe asaj popullate nuk njihen pabesët, nuk njihen hipokritët, dyftyrshat, ato që janë e prorë dal nga dal do t'i japin pushtet, do t'i japin detyra, do emrojnë në punca, nga pikërisht nga dyftyrshat, nga hipokritët. Dhe kështu fillon shkatarrimi, fillon dhe ta merr. Allahu çfarë bën kur don me rujt, i çon goditje mas goditje. Jep ka pushtetin i palë tjetër që vjen nga jashtë dhe dalin qesin fytyrën e vet a hipokritët. Nga ana tjetër, nëse pushtetin gjithmonë do ta kishin të pafet. Kjo do ishte dëshpërim deri në dështim të besimtarëve. Sepse besimtarët do thonë lekot që përpiqemi se pushtetin këtë botë do ta kenë vetëm qafirat, vetëm pa fet. Allahu përmendit vetë kur kalon pushtetin nga njëri vend tjetër, e bën vetë për të ruajtur besimin e pastërt dhe sinqeritetin atyre që janë të drejtë dhe janë të sinqertë. Edhe gjë tjetër, kjo doroviti që i bën i molli Zot pra fitoreve dhe disfatave dhe mposhtjeve, nga njëna palë ke pala tjetër. Po të zemë ajetet e Kuranit, për shembull, "Wa laqad sabaqa kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun." Vërtet ka paraprit fjala jonë, pra e ka caktuar i molli Zot për robërit e tanë të dërguar, ka fjalën këtu për profetët, që vërtet ato do të jenë të ngallënyer pra prej Allahut. Ajet tjetër Kurani, "Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad." Betohem që ne do t'i ngallënjejmë të dërguarit tanë profetët dhe ato të cilët besuan, në jetën e dynjas, për në këtë botë, dhe ditën që do çohen dëshmit, do ngrihen dëshmit. Do më thonë, Allahu premton që betohet në këtë premtim, që do t'i japim ngallënjim profetëve tanë dhe ato të cilët besuan. Si e jep ngallënjimin i Molli Zot dhe para punës me argumente, me prova dhe me argumente që ngallëje vërteta. Lufta është në hyrje kirurgjikale, lufta është e fundit që do t'i shkojë me një robit në Islam. Kur s'ka çabo, kur kalon këtë domosdoshmëria. Pra, i japim ngallënjim të dërguarve tanë dhe të atyre që besuan, e para me argumente. Gjitha lloje, çfarë hyj argumentimi? Ke provat, ke mrekullit. Tjetër, i japim duke i dhënë fitore të drejtë për drejtë në fushë betejë. Dhe njëkohësisht duke i dhënë disfat dhe duke u hakmar me armiqet vërtetës, me armiqet e Allahut dhe të besimtarëve. Kur themi që krahu është ke besimtarët, askush mos menoj që besimi është i mjaftueshëm dhe kaq. Po ama gjithçka që tjera nga besimtarët duhen të shfrytëzohen deri në fund dhe tek e fundit duke u mbështetur ke Imam Zot. Atëherë
Allahu është me besimtarët. Sido që të vi punën, në fund fare do vulloset, çdo përballje, çdo dy luftim, çdo ndeshje mes të vërtetës dhe të pavërtetës, hakut dhe të kotës, do përfundoj, do vulloset me fitoren e besimtarëve. Atëherë, është kaq e thjeshtë çështja, përveç aty që është shpjeguar, që rrugës ke pengesa, rrugës ke sprova, që fitoria të jetë më e plot, më e përsosur, më e gjatë, më gjithëpërfshirëse. Atëherë këtu krahu është fitoria në krahun e besimtarëve e premtuar për Allahu. Tashi vepruesit që ndikojnë ke fitoria edhe pengesat, që të çojnë disfat. Vepruesi parë është imani, pra besimi, siç e thamë. Thot Allahu në Kur'an, wa kana haqqan alejna nasrul mu'minin, dhe është hak e drejtë, dhe për që e drejtë është dhe detyrë, mbi ne, domethënë që unë, thot Imam Zot, e ka marrë përsipër nga dhënimin e besimtarëve. Kjo i përfshin gjithë besimtarët, me ajkën e tyre që janë profetët, edhe gjithë besimtarët e zakonshëm. Thot Imam Zot në Kur'an, i drejtohen ka luftrash, nga profeti alayhis salam i drejtohet të pa feve që vazhdimisht sulmonin, thurnin lloj intrigash dhe kurthesh kundër pejgamberit alayhis salam dhe besimtarëve si mbartës të fesë Allahut. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Pra këtu i thot besimtarëve, nëse kërkoni hapje fitore ju ka ardhur. I thot pa feve, wa in intahu fa huwa khairun lakum. Nëse do ndaloheni pra me armiqësi, kjo është më e mirë për ju. Nëse do i ndaloni armiqësinë, luftrat, sulmet, kjo është më e mirë për ju. Wa in ta'udu na'ud. Nëse ju i ktheheni luftës kundra nesh, pra kundra nesh thot Allahu, kundra profetit dhe besimtarëve, mbartësve të fesë Allahut. Nëse ju do i ktheheni, edhe ne do i kthehemi, thot Allah. Të u kthem armiqësinë me armiqësi. Wala ndugliankum fi'atukum shay'an walau kathurat. Dhe s'ka për t'ju hyrë dobi ju, turma juaj, pra partia juaj, grupi juaj, sa do të shtohet numër. Kjo është parlament për të mollë të Zot. Wa an Allahu ma'al mu'minin. Dhe dijeni që vërtet Allahu është me besimtarët. Mbaroj. Është me besimtarët. Kjo është garanci, pra një nga ajetet që Allahu i premton besimtarëve fitore. Allahu është me besimtarë. Problemi jonë ku është sot? Von musliman, Zoti na përmirësoj dhe na ndreq neve në më të mirën gjendje. Amin. Ja larguaj shumë kafeja sa edhe fjalët kur i flasin i keq përdorin, nuk i din kuptimet tamam, sidomos kur vjen puna për termat e njohurive fetare. Deri ke ma ato ma thjeshtat. Deri ke fjala musliman, pyeti që musliman, fjalë për fjalë, thuj fjala musliman, çfarë do të thonë me zor se e dini pakis. Musliman më thonë i dorëzum. I dorëzum Allahut. Amo zyrtarisht një shtet islam, zyrtarisht fjala musliman do thotë njeriu që ka deklaruar Islamin, që ka hyrë në këtë fe. Dhe shteti dhe krejt bashkësia islame atij veni e ka për detyrë ta trajtojë si musliman. Ka detyrë të kërkojë, ka drejt të kërkojë llogari, sepse ka deklaruar vetë musliman, dhe ka për detyrë të japë drejtat që i takon si musliman. Amo është kjo gjithçka? Pse deklarove ti një shtet ku pushtetin e kanë musliman të deklarosh që unë jam musliman? Jo. Allahu të gjitha jetët e Kuranit, ato që thamë dhe tjera, kur premton fitoren nga dhënimin që cilës palë do t'ja japi, nuk përmend më as i vën fjalën musliman, përmend besimtarët. Pra nuk përmend që dhënimi dhe fitoria është e premtuar nga ana ime, thotë Imam Zot, ka ato njerëz, për ato njerëz favor të tyre që mjafton që kanë deklaruar zyrtarisht veten që janë musliman. Jo, se ke në Kur'an këtë. E ke fjalën besimtar, dhe kur thu pasaj besimtar, atëherë lexo Kur'anin. Lexo ti që ka nga profeti alayhis salam, kush është besimtari vërtet? Kush është besimtari vërtet?
Shife listën e cilësive që duhet ketë një besimtar. Pastaj, merru me veten, shife, domethënë këtë listë sipas hyrë që të kontrollosh veten dhe në të njëjtën kohë çfarë shëmtie, çfarë mangësie ke, po ta krahasosh me besimtarin e vërtet, cilësitë edhe virtytet e cilit janë sqaruar në Kur'an dhe nga trashëgimia profetike. Atëherë pastaj, po mos i punosh me këtë, atëherë prit dhe shpreso dhe patjetër që të presim dhe të shpresojmë, po pritja dhe shpresimi është duhet të jetë aktiv, mbi të gjitha me humor me veten. Për shembull, sura El-Mu'minun, besimtarët, 10 ajetet e para ka i përmbledhje cilësive të besimtarëve, kush i din? Në vend tjetër të Kuranit përmenden këto, përmenden edhe tjera si cilësitë besimtare me detaje. Përmend profeti alayhis salatu wassalam, janë shkruajtur libra. E kom fjalën, kur ne shpresojmë ke, dhe patjetër që s'do t'i humbim kur shpresat, ke nga 1.000 i besimtarëve, 1 prej të mollit Zot. Së ndërtim dhe realizimi i asaj që ka premtuar Allahu, masi ne bëjmë detyrën tonë, të punojmë fort me veten, me familjet tona, me njerëzit, për të qenë për besimtarët vërtet. Besimtarët vërtet me peshorën e Allahut. Ashtu si i përshkruan Allahu, pejgamberi alayhis salatu wassalam, dhe si sqarojnë ato, domthonë elementet përbërës që formojnë karakterin dhe psikologjinë e një besimtari të vërtet. Jo me fantazi. Me fantazu gjithë secili duke përkëdhel veten, duke mashtruar veten në fund fare, dhe duke i mush mendjen vetes jam besimtar i vërtet. Kjo fatkeqësi e madhe. Kjo është shumë fatkeqësi e madhe, Zoti na ruaj. Kjo ka lënë vetëm mashtrim, dhe as mos prit fitore. Vetëm mund presësh fitoren këtë botë, po mos prit kot. Vetëm mund presësh mëshirën e Allahut në botën tjetër, që inshallah sa fund xhehenem, edhe në falë gjunavet, kaq. Ama për këto fitore që po flasim, do të harroj gjithë secili që ose merret me veten për të qenë besimtar i vërtet. Për ta mësuar herë dhe pastaj për të për ne të ka thonë profeti alayhis salatu wassalam nga puni e dhe si kom lënë dy gjona, të cilat para që kohë sot do kapeni me ato, s'do humni kur. Libri i Allahut dhe suneti janë pra tradita ime, trashëgimia ime. Aty është edhe përshkrimi dhe sqarimi i besimtarit të vërtet. Ama nëse jena besimtar me peshoret, me njësi të madhe të pazarit, tregut, interesit, davavereve, atëherë dalin besimtar gjithë cili që ja do interesi ose i pëlqen me qytet vetëm besimtar, simas fantazisë vet. Mo fantazia këtu ka të bëjë me një që ka të merrte mendore, po përgjithësi njerëzit që dhe i mori Allahu në llogari nuk janë tillë. Janë mendërisht në rregull, por nefsi, uni, egoja i bën që t'i trumbullohet arsyeja dhe të kalojë pastaj në vetë pëlqim duke i vlerësuar gjona sipas peshorës vetë ose sipas peshorës Allahut. Domthonë nuk do t'i bindet Zotit dhe sqaroni edhe sa janë justifikime, fillon pastaj fantazon që besimtari do të jetë kështu si e përfitojnë, jo ashtu si i thonë ju fundamentalistat, ose ju terroristat edhe prava tjera, ose ju të gogorit islamit që ka sa ju perëndimi, ose të ngjashëm me ato të perëndimit. Edhe kanë ra viktimi pjesë e muslimanëve, ose më mirë me thonë pseudo-muslimanëve, ose pseudo-besimtarëve, që kanë për turp me u tregu edhe të drejtë për drejtë me njerëzit, me tregu fen ashtu siç është, sepse në mund t'i kthehet para tjetër, edhe si opinion, pra jeton me panikun e opinionit, që mos ta padis, pra mos ta akuzoj me këto, me gogolin e fundamentalizmit islam, të terrorizmit e tjera, ndërkohë që terrorin po e bëjnë tjera, s'po e bëjnë muslimanët, ose s'kan bërë kur terror muslimanët. Muslimanët që ose kanë bërë herë terror, kanë qenë në krizë në vetvete dhe kanë bërë kundër njëri tjetrit dhe jo ndaj tjerëve. Dhe kjo ka qenë fatkeqësia jonë më e madhe. Pra, kjo është piknisja më e madhe. Fillimi i fitores. Me qenë se Allahu i ka premtuar fitore besimtarëve. Çdo besimtar, çdo musliman të
plotësoj besimin e vet. Me që Allah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë besimi ka 70 e ca deg, atëherë mos ec me teoritë e pazarit, me teoritë e pseudove edhe të ignorantëve që fantazojnë një portret të rrem muslimani dhe thotë dhe kështu duhet të jetë, sipas meje thotë ai dhe kështu jam unë, jam i plotësuar. Jo. I plotësuar je kur ka plotësuar listën e virtyteve siç e tham, që i ka feja jonë, e kullume dhe e përsosur. Siç thot Kurani, siç i sqaron profeti alayhis salatu selam, që rezultati do të jetë me humor fort me veten. Kjo është kthimi dhe ecja në rrugën e fitores premtuar për Allah dhe s'ka tjetër. E lutim Allahun na mësoj atë që nuk e dim dhe na shtoj ditonin, na jap dobi nga ditonia që na dhuron, na ruaj nga ditonia që nuk ka dobi, na ruaj nga ajo lloj zemre që zbindet për mallniti, nga nefsi, nga uni që s'ngopet, nga veprat për të cilave nuk kënaqet dhe nga lutjet që nuk kanë përgjigje. Allahu na e tërgoft hakun hak ashtu siç është dhe na bëf për atyre që janë ndjekin dhe mbrojnë atë, na tërgoft kodën dhe të padrejtën ashtu siç është dhe na bëf për atyre që i shmangen dhe luftojnë atë. Allahu na bashkof me njerëz të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على المرسلين على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.